Selamu alaikum o Gjafendi. Kush është Allahu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjelle Gjelalu është kriju si gjithësisë. Ai është që ka kriju dhe tokën dhe qiejt, ka kriju ty edhe mu, ka kriju gjithçka që ka shohim rreth nesh. Allahu Gjelle Shanuhu është i plot fuqishmi që krijoi të gjitha gjërat dhe i menaxhon dhe i korrigjon dhe i sheh dhe i dirigjon krejta gjërat me fuqinë e tij absolute. Allahu Gjelle Shanuhu është krijuesi i gjithësisë, siç thamë në fillim, andaj i ka 99 emrat e bukur, edhe sifatet apo cilësitë e tija janë të plota dhe absolute. Nuk ju përngjan askuj Allahu Gjelle Shanuhu, edhe askën se ka lind nga askush nuk ka lind, nuk ka shoq as grua. Allahu subhanahu wa ta'ala krijoi njeriun dhe e obligoi me obligime të cilat i dinë të gjithë ne si musliman. Do të takojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu sipas meritave që kemi në dynja që punojmë, do të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala në xhennet, inshallah ta'ala. Andaj kur të folim për Allahun Gjelle Gjelaluhu, mendoni për sifatet, cilësitë e tij dhe atributet e tij të larta dhe emrat e tij të bukur, 99 emra, e mos mendoni asesi qenësinë e tij, se çfarë është ai, formën, nga se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i ka krijuar njeriut vetit e tilla për ta përtakuar fuqinë dhe për ta përtakuar kush është Allahu subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Allahu Gjelle Shanuhu krijoi gjitha gjërat rreth nesh dhe rrezikun, ushqimin, shijen tënde, shikimin tënd, dëgjimin tënd, trurin tënd, mendjen tënde, diellin që po na ngroh, ujin që po na freskon, dhe çdo gjë që kemi, dashurinë që kemi mes vetit, dashurinë ndaj prindve, dashurinë ndaj Allahut, dashurinë ndaj evladëve, ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam, krejt këto i ka kriju Allahu Gjelle Gjelaluhu tek ky njeri. E lutim Allahun Gjelle Shanuhu të na i plotësoj dëshirat tona, të na shpëtojë në dynja dhe në ahiret me xhennetul firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.